qytetarët shumë kur më shohin rrugë, zakonisht të rasin komandant Baca Adem, asnjëherë nuk është vonë me punu për historinë e popullit shqiptar. Kur e kam pas si ide për me ngja komandantin legjendar, kam qenë në luftën çlirimtare në Maqedoni. Përshëndetje miq të Kurora TV. Këtu afër meja është qytetari nga Malisheva Bekim Hoti, i cili ishte pjesëmarrës në 3 luftra në Kosovë, në Preshevë dhe në Maqedoni. Përndryshe është një rastësi se edhe një rastësi e çuditshme mundemi me thonë ashtu që i përngjan kaq shumë komandantit Adem Jasharit. A ju ka ndodhur që të tjerët ju kanë përqafue, ju kanë folë dhe kanë hek mallin e komandantit Adem Jasharit? Po, është e vërtet domosë çdo herë kur dal si në qytetin tim, aty ku kam në Malishevë, po ashtu edhe Prishtina, Popeja, çdo ku që dal, është e vërtet se ofrohen qytetarët e shumë bajnë foto me mua për shkak të ngjashmërisë me komandantin Adem Jasharit. Po si u bën me u ndik ky fenomen? Sigurisht që kjo është një tirani e madhe për mua, është një ndësi e veçantë për mua. Me vetë faktin që vepra e komandantit Adem Jasharit është aq madhështore sa që është vepra e vetme në gjithë botën. Po, a ju ka ndodhur me Adem Jasharin, a keni pas ndonjëherë ndaj bisedë? Nuk e kam pas atë fat që të takohem me to, për shkak se unë kam qenë i ri. Po për mua, ata njerëz të cilët kanë pas fatin me bashkëpunu, me qenë bashkëluftetar, bashkëveprimtar të Adem Jasharit, për mendimin tim janë figura të mëdha dhe shumë e vlerë. A ju ka ndodhur që familja Adem Jasharit kanë ardhur me ju vizitu ndoshta për faktin që i përngjani kaq shumë? Po, zakonisht në për festat kombëtare shkojnë në vizitë në kompleksin memorial Adem Jasharit, domethënë aty ndodh shpesh që të takohem me familjarët e tyre, po ashtu edhe me basenërif, me Rifat Jasharin. Kam vërejt që ka qenë një ndjesi e veçantë të këta. E për juve, çfarë ndjesi është kur e vrin që familjarët e tyre janë të heq mallin përmes juve? Për mua çdo sen është ndjesi e veçantë e jashtëzakonshme, diçka madhështore për mua. Me vetë faktin që edhe vetë kam qenë luftëtar i lirisë, edhe faktikisht domethënë atë kohën kur kam fillu, kur e kam pas si ide për me ngja komandantin legjendar, kam qenë në luftën çlirimtare në Maqedoni në vitin 2001 dhe për atëherë më ka lind si ide kështu. Në atë kohë pak kam pas rrit flokët edhe nikëm. Po, domethënë nuk është se jeni për kujdes diçka me flokët ose me mjekrën për me i përngja Adem Jasharit, po kjo është vetë një rasti. Faktikisht unë nuk mendoj që është rasti, kjo është një diçka që e kam bërë çdo gjë me paramendim, me paramendim. Me vetë faktin që edhe vetë jam luftëtar i lirisë, që mendoj që edhe më shkon. Ka shumë që thojnë, domthonë nuk ka qenë rasti, po këtë e kam bërë me vetë ditë plot për ngjashmërinë me komandantin legjendar. Si mundem ja arrit? Faktikisht nuk ka qenë lehtë, sepse një figurë e tillë don mirëmbajtje, don kujdes, don shumë kujdes madje. E apo ju thirrin njerëzit në rrugë komandant Adem Jashari apo po thirrin Bekim Hoti? Në fakt, qytetarët shumë kur më shohin në rrugë, zakonisht të rasin komandant Baca Adem, edhe për është me vërtet është knasi për mua. E çka po mendon sot në ditëlindjen e Skënderbeut, a jemi mjaftueshëm rinia duke arrit qëllimin e të parëve tonë? Faktikisht ishim duke folë për figurën e Adem Jasharit, tash edhe për figurën tonë që është një ndër figurat më të ndryshme të kombit tonë, për Gjergj Kastriotin. Ajo është e veçantë që kam vrejtë une, që rinia shumë janë të e pranu edhe janë të e ndje me shpirtë e me zemër ushtrisë qëndore të Kosovës, figurën e Adem Jasharit, por ashtu edhe figurat tjera kombëtare si që është Gjergj Kastrioti, që sot po festojmë 620 vjetorin e lidhjes së tij. Dhe unë mendoj që është një manifestim shumë i qelluar këtu në sheshin e Prishtinës. Mendoj që duhet të jetë një festë tradicionale për neve, për gjithë shqiptarët.
kudo që jetojnë, ta festojnë ditëlindjen e të madhit Gjergj Kastrioti. Po. E sa i përket historisë në arsim tash po du me dalë pak. Apo mendoni që kish me qenë arsyeshme me qenë i libër historia shqiptare edhe t'jetë lëndë obligative për fëmijët në shkolla fillore, në shkollat mesme? Gjithsesi, historia e popullit shqiptar duhet të jetë primare për çdo shqiptar. Mirë është edhe ajo sigurisht që shumë e mirë që rinia jonë të ketë një uri për historitë e popujve të tjerë, evropiane e botërore, po primare është historia e popullit tonë, sepse me të vërtetë kemi një histori të pasur, një histori të bujshme, jemi populli më i vjetër në Ballkan. Sa i përket tash të qeverisë dhe shtetit tonë, apo mendon që po bojnë mjaftueshëm për historinë e vendit? Për mos me hinë në çështjet që nuk na takon. Sidomos vetëm një opinion si qytetari i Kosovës. Si qytetari i Kosovës edhe si shqiptar, asnjëherë nuk është vonë me punu për historinë e popullit shqiptar, për kombin tonë edhe patriot, fjala patriot është fjala e madhe, edhe kjo fjalë ka hapësirë të politikanit, të arsimtarit, të profesorit, të inxhinierit, po për me qenë patriot, duhet të punojmë deri në frymën e fundit të jetës sonë. Apo punojnë mjaftueshëm për historinë e vendit tonë? Jo, asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Nuk është mjaftueshëm asnjëherë. Normal për me punu për atë dhe për vendin tonë, për çështjen kombëtare, për me ngritë çështjen kombëtare, për atë dhe asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Në rregull, Bacadem, ose për ndryshe zotëri Bekim Hoti, edhe ju falenderoj shumë edhe që keni kontribu për vendin edhe për lirinë tonë, edhe falenderoj shumë edhe për intervistën edhe kohën që ndajtët me ne. Faleminderit edhe juve, çdo gjë që kemi bërë në shërbim të atëve të kemi pasur obligim.